Nuk dënë me pa shqiptar të ujlan pishin, më e marë. O e marë. Shqiptar të unshere. U që budala, sot tha, Shqipëria vënd, që tha vënd, jo i qetë, që tha? Vendi i egër, Vendi i egër, tha si Shqipëria Kosova, ajde një randë, ajde. është në rrugët anglisë dhe thot vënd i egër si Shqipëria Kosova, o, kuku me det. Këtë e thot du me u këty Shqipëri, këtë e thot Shqipëria dhe Kosova e vendi i egër. Kuku për ty, si thot Shëndriti, pastroje shpirti, se ka ardhë pa dashje këtu, ose merë valigjet dhe ikë mbrapsht, se ka ardhë pa dashje. O lani, si unë e bombën oksigeni këtyre. Ku? Ti vi oksigenin truar, të s'ka nic. Ti, inshallah, me këto fjallë që nëzirë nga goja, janë nga shkosh, edhe janë 20 ditë. Unë kam thënë shumë gjana, dhe kjo, si kur t'ishte kjo fillimit e mija, kush është ju? Po problemi Qarë sa të inteligenti jo, no inteligenti jo. Thuj me kërit të them se kushje... Nuk janë shqiptarë si kjo. Më thuaj me kërit Pyte mirë nga ka Jo ishtë familjarë, jo familjarë me gëtë. Ka që jeti? Mirë qatë dëbëtë, strategjit e bigot. Strategjit e bigot. Mirë ka ishtë Big Brother të lezu strategjit në qatë dëbëtë të këtë. Familjen time e përshëndet. Qatë dëbëtë të këtë. Qatë dëbëtë të këtë. 26 vite jetë, o zotë rofsh edhe 126 vite të tjera. Unë nuk jam fare për familjes. Ta kanë këshur strategji në qatë dëbëtë. Ta kesh me jesë, në intereson fare. Fare për familjes, dhe ta të gjigjerti. Por me më një muaj, duaj jotë, duhet marrë me në s'kam do nasi kontribut në për familjet me e të tjereve dhe të mija. një television show si puna kësaj. Edhe me pakenu aq harbut ndaj tejet, unë si vla e takoja personin. Edhe i bajthirje vlaj, tanë që bimë takoj nuk kur dalë. Dëgjo, këto veprimet e rrugëve të Londrës. A ke mundësi më arë me mitre në shpjegu të gjana? Këto veprimet e rrugëve të Londrës, modra si ka hy TV show, si ka hy vetëm, si ka hy me familje. Unë motrën teme nuk e kisha në një minut, mu degadu si e degadu ti. I përkasi njerëzve të rrugës si puna jote. Tani ti bona pirje edhe vlaj, si bas. Me zhvillim, me edukat, me integritet, me kultur, që në përfshihet në për nivellet e ordinarëve si puna jote. E ka karierën fokus, ka familjen fokus, e ka jetën për bukurin, edhe është gjysma moshës tate. Si kur kishe ti gjysman e ratis që ka vlajin. Gjysman ta kishe. E përshëndetje jeta ime, inshallah sot të kishton bekimet, ose unë kur besimin të vetja edhe të shëndimet e tua. Roxhi, ti e mësu me zhjith punët, ne jemi familje me kulturën, ne zhjithim punët tu përbal me burrat, burra me burra, ti që shanë mërditor, ti që shanë me kulturën ti me merote. Ti që shanë matsor, ti që shanë verior, s'ke kultur ti me motër, s'ke traditi. Roxhi, gjysma në kulturës time, gjysma, Roxhi. Ti e ke hum, Big Brother, ti e ke hum vlajnë e madhë, motër, qmimi ka kry punë për ty. Ti e kjesht për një marë të resmarje, kaq, si e për gjatë jetër mati. Zgjidh me u përbal burri me burri. Nuk e di ku e mësu ti në rrugët e Londrës. Po kur motra zgjedh të vi vetë me një tipi show, nuk e merr vajt nga brava, kupton? Ku dojnë ato vjen? Për zgjedhjet personale njerëzit janë të lirë. Nuk e di unë në cilën vend të botës, kur ti merr rrugët e tua, përfshish burrat e familjes, një mashkull që i ka bëj diçka i ferme tu në television show, ne jena shqiptarë shkojnë, hajde ta takojmë këtë mashkullin e shtëpisë, hajde tu je, burr me burr, më rëvesh. Gjithsecili ka përgjegjësi për jetën e vet. Ne kemi familje që ti do ndërrojë ta kishe, më rëvesh. Marrëveshje që kemi me njëri tjetrin, edhe harmoninë që kemi familjet tonë, ti ulesh krevat dhe ndërron, se s'do ta kesh kurr, kupton? E adhuron. Nuk njoh. E adhuron harmoninë që ne kemi me njëri tjetrin. Lirinë që neve e kemi pas maturinë e mjaftueshme për me ia dhënë njëri tjetrit. Janë ca fjalë që unë mirë do flasim kafe. Ti Xhaxhi Gerti e ndërron me pas familjen e Selim Bollatit, more vesh. Me pas vllajin tim, vllai s'rin 2 ditë pa më folmu, more vesh. 2 ditë nuk ri vllai pa më folmu. Me i bën gabimet e botës 2 ditë nuk ma mohon mu. Unë pranoj, faleminderit që më shajtë vllajin. A more vesh. Giulio. Kështu që vllajin tim përshëndet dhe Selin që je djali keq që s'm kene 4 vjet të gjithë pa fol. Giulio, ato çfarë ka problem. Kurse un vllaj çaj ti bën atire për marrë me taku me respekt, çose ni jeti ofendum që unë i kam pas Selinc.